se shpresa, se ata janë shpresa e këtij vendi, se ata janë elite e guximit të shqiptarëve, se ata janë qytetarët me përgjegjësinë më të lartë, para vetës, para familjes, para shoqërisë dhe vendit tyre. U mblodhen për t'i përcjellë çdo shqiptari, por dhe çdo qytetar i lirë në Europë dhe në botë, se nuk pajtohemi kurrë me këtë regjim, i cili nuk ka asnjëherë legjitimitet. Me këtë regjim, që shndron procesin më themelor të demokracisë, zgjedhjet në fazë zgjedhore, nuk pajtohen me këtë regjim, që për të grabitur zgjedhjet, arreston në vitin elektoral për të mbjellë terror leadershipin e opozitës si persona në nënhetim.